Respekte doktor, mishi I dhëmbëve ja ka nis me mratë të poshtë, çka më kishe propozu me marë. Kjo smuje quhet paradontitis, infektimi I pjesëve që e mbajnë dhamin. Unë ku mundu me ju tregu me një digitron të improvizojna, sikur menone kjo pjesa këtu të bateriat ja ku m'hek, do më thonë menone që është pjesa e dhamit të cilën na e shohim. Se pjesa tjetër është roja. Kjo roja është e mbulume me koc, rreth rojës, e mban dhamin fort. Nëse kemi paradontitis, fillon njëherë me infektimin e mishit dhëmbëve, gingivitis I thojnë. Kjo pse ndodh? Kur ne ham diçka edhe nuk I pastrojmë dhëmbët, ose edhe ndoshta I pastrojmë, po mes dhëmbëve nëse na mbetet diçka, atëherë infektohet mishi I dhëmbëve, edhe pastaj krijohen gurzi poshtë mishit dhëmbëve, ndryshe quhen konkramente. Janë gurzit që përzihen edhe me gjak, janë shumë të vështirë për mu largu, nuk është si guri sipërfaqësor që është mbi dhamin. Kur fillon të infektohet mishi I dhëmbëve, fillon edhe ky koci me shku te poshtë, fillon dhami me lëviz. Pastaj ky dham është komplet I shnosh, nuk ka as karies as kur gjë. Edhe pastaj ky dham I shnosh, do të thonë tu hangër diçka e vreni mundet mi ura. Nëse e keni vret që dhomët e ju janë tu gjaku gjatë larjes, nëse pe vreni që ju vjen era e keqe e gojës, edhe pe vreni që ka nis pak mishi I dhomëve me shku te poshtë. Çka duhemi me bë nëse e vrem që ka fillu na shku mishi I dhomëve te poshtë? Duhemi me bë një trajtim profesional për paradontitis. Kjo bëhet nga një doktor I specializuar për paradontologji. E bëjnë pirjen e gojës komplet, pastaj e bëjnë gryrjen e rojës. I largojnë këto konkramentet nga roja. Pastaj duhet çdo 6 muaj pastrime profesionale sipërfaqësore. Edhe në shtëpi është shumë e rëndësishme pastaj përdorimi I pejave të dhëmbëve. Njëherë I lani dhomët normal me brush, pastaj e përdorni këtë pejë në dhëmbëve. Ka persona hiç nuk I lajnë dhomët edhe nuk kanë kësi probleme, kurse disa tjerë din ndoshta I lani, po prapë keni këtë problem. Shumica është gjenetike. Arsyeja është se flora e gojës, edhe në likur, edhe në gojë kemi bakterie, po ka bakterie të mira dhe bakterie që bëjnë smuje. Nëse bakteret që këqia, do më thonë që bëjnë smuje, janë ma nalt, ma shumë se këto bakteret e mira, atëherë rrjedhin këto probleme. Është edhe higjiena e keqe, përdorimi I cigares, edhe nëse personi ka edhe diabet, to ndikojnë negativisht për hapjen e smujës e ngadalsojnë shërimin e smujës. Filloni sa më parë trajtimet. Koci që ka shku, ma nuk kthehet. Po është me rëndësi bare qatë kocin që e kemi me mujt me majt, sepse normal na duhen dhomët për shnet. Shpresoj që ju pëlqejnë këto video, si që kum thonë edhe në videon e fundit. Nëse keni na I smuje, atëherë më shkruni këtu në koment. Unë do mundona që shtu në formë të videove mi bën këto video, edhe personat e tjerë që kanë këto smuje, atëherë mundon me pa këtë video dhe me përfitu për kësaj video. Ndiqeni kanalin, shifemi pra në videot e tjera.